Ramës dhe thon me fytyrë dhe me emër, thon atë që mendojnë te statusi i Ramës, që nuk bëjnë më lajkat atë administratës, se i vjen turp të bëjnë lajkat atë administratës, i vjen turp atyre të administratës. Edicione rasht të qytetarëve që kanë dalë me miliona për të hedhur votën. Dhe ti thua se vota e tyre janë kaq budalli, meqense dolën për budallikun dhe për algoritmin. Qarë, kam patur në algoritmë këta qytetarë që për 4 raunde zgjedhjesh zgjodhën një njeri vetëm se që nga komunikuesi shkëlqyer. Po çfarë algoritmi? Pse më nga Facebooku është kjo? Vetëm nga Facebooku ka dalë. Po pse më protestash nga Facebooku mendoni ju? Po pse më se shohin Facebook njerëzit dalin protestë? Po njerëzit shohin se kanë ekonominë, shohin se kanë familje, se kanë gjendje integrale, se kanë gjendjen e arsimit. Çan këto më algoritmi? Po seriozisht. Po seriozisht, do bëni dhe politikë me AI, mos e shtuat. Algoritmi këtu e ka. Politika është shkencë. Nëse ka njëri që ka pas pushtet këtu mbi mediat sociale, është kryeministri. Ju tani doli kryeministri thotë pas kanë këta iranianë po na luftohen edhe neve. Modern, populizmi me kostum modern. Ç'a populizëm? Është algoritëm. Ç'a populizëm? Sepse ky populizëm. Po kush populizëm? Ka çorap dynjan. Ore ç'a populizmi? Kush është kërkesa populiste? Ka kostum pse va japim ne studio. Është ai që përkthen shqetësimin e legjitimit. Po zoti Loloshi. Ore kush është program që ka paralizuar? Kush është programi protestës? Më thua pa dish. Po si dhe ka populizëm. Programi kush programi populisti protestës? Kjo është formula. Programi populisti protestës kush është? Një kërkesë ka më, dorëheqje, s'ka as program, nuk është puna, s'ka as program. Por ama, nuk ka program. Element populist aty ke sa duash. Element që mund të mos e duan. Mund të mos e duan. Po mi na bëni ca kritere se si duhet të jenë protestuesit, duhet të kenë prokuratura, duhet të kenë njeriuri, të jenë të kënaqur me qeverinë, të duart trokasin qeverinë. S'ka të bëj as me platformën e një proteste. Protesta ka arsyet e veta pse protesta ka kërkesën e vet. Është institucion, ka një kërkesë ku bashkohen gjithë aty. Por ama, në momentet kur interesat strategjike të vendit edhe të atyre që dalin protestë, e kërkon që ky vend të jetë, që ky vend të shihet copa. Që ky vend të shihet copa për ndërtuar apartamente për klientë e qeverisë. S'ka lidhje fare me investorit e huaja. Ti mendon babizëm modern. Ti mendon që ndroi drejt edhe bukur atyre që hiqen sot. Ti mendon se udhimset. Ti mendon që njerëzit që dalin aty nuk duan të mirën e Shqipërisë. Ekonomia moderne nuk ka të shitje. Nuk ka shitur greku. Mendon që njerëzit që dalin aty nuk duan të mirën e Shqipërisë. 335 ishuj i ka zhvilluar. I janë larguar pelikanët. Po, ama ekonomia greke është pelikanët sot. S'është problem pelikanët. Pikërisht pastaj ja harruat pelikanët. Më fal, ta flamingët. Jo, flamingo në shqip i thon pelikan, nëse do të dish. Jo, se thon pelikan, flamingo dhe pelikan janë flamingo është term që nuk është shqiptar. Pelikan po. Madje ta japë edhe gjenezin nga ka. Flamingo dhe pelikan janë. Po të them edhe një herë, po, ja është një familje shumë e gjatë. Ja, do të jemi edhe flamingon meqense po tregon hilaritet zotrote, flamingon nuk është term shqiptar. Por përveç kësaj, i nderuar avokat, se me ju e kisha, se më pëlqeu që në fillim e kërkuar me debat dhe unë ashtu jam. Se ne ka kështu thot, përmes debatit dele vërtet. Të dalim në dua për ata që na ndjekin në respekt të tyre, dalje vërtet. Po ta them edhe një herë, që për një aftësi komunikuese të një drejtuesi nuk e voton njeri 4 herë rresht. Po, Hitleri mbajti pushtetin ashtu apo shuhet? 4 herë. Po një herë mori mjaftoi. Naziste edhe një herë. Ai ishte populizëm, do të flasim për populizëm tash? Bëhen zgjedhjet, pa probleme. S'kishte internet. Ama algoritmi i vërtet çfarë ishte? Ishte mbi njeriu. Ishte filozofia e ta dëgjojmë asimen. Po ose jo. Me hilaritet dhe pa hilaritet. Do dëgjojmë edhe kundër argumentat. Unë nuk mendoj që aty ka njerëz që nuk duan të mirën e Shqipërisë. Unë mendoj që pikërisht janë aty, janë njerëzit që duan shumë të mirën e Shqipërisë. E duan të jetë më e ndritur. Po fali zot se duan bëjnë. Jo, e din shumë mirë ç'bëjnë. E din shumë mirë ç'bëjnë. E din aq mirë ç'bëjnë sa janë aty për ditë. E din shumë mirë. Prandaj thon të mos shitet toka, Tani, asnjë nga ata aty nuk ka thënë, asnjë nga ata aty nuk ka thënë që Shqipëria mos integrohet në Bashkimin Evropian. Po. Asnjë.
Asnjë prej atyre aty. Asnjë. Ka thënë kundërën. Ka thënë Parlamenti Evropian që po nuk janë të integrohemi sa më shpejt madje. Nuk do futeni. Tani si bëhet ky integrim? Edhe një herë, ja po ta them unë, po ta them. Duke respektuar normat e Bashkimit Evropian për zonat e mbrojtura. Vendi qëndrueshëm apo si vend me pensione të brendshme? Ore i qëndrueshëm është në Korea e Veriut, o zoti Loloçi, tani vendi qëndrueshëm është. Po nuk do të thotë që është vend demokratik dhe i zhvilluar. Tani vazhdojmë te kjo. Tani qëndrueshmëria me demokracinë, jo domosdoshmëri shkojnë bashkë. Ka demokraci të qëndrueshme ose në shpërthim të Vezuvit. Unë po të them që unë personalisht kam një qasje tjetër për integrimin. Nëse doni ta dini. Unë jam që shqiptarët me njëri tjetrin të bëjnë çmos që të hyjë Shqipëria në Bashkimin Evropian. Opozita të miratojë dhe të votojë çdo ligj që është detyrim i Bashkimit Evropian. Me sy mbyllur madje. E di pse? Sepse duke qenë Shqipëria vendi i Bashkimit Evropian, do kemi zgjedhje më të mira, do kemi më pak korrupsion, do kemi kontroll më të lartë të pushtetit legislativ, do kemi qeverisje më të përgjegjshme se s'le Bashkimi Evropian. Edhe opozita me sy mbyllur do vetë votojë, do natën, 12 natës. 12 natës sot, pavarësisht se si është. Po pra, tani ngrit problemi por na pengojnë këtë flamingot. Tani ligjet i votojnë vetë. Parlamenti rri aty. Larove. Ishin në javën e parë. Se ke merakun nuk janë më. E kam merak sepse e vërteta. Tani thatë që po na pengojnë. Po hallet e tjera që kanë njerëz. Që po na pengojnë, ky detaj duhet i paransishëm. Tregon thelbin. Hallet e tjera që po na pengon protesta për integrimin në Bashkimin Evropian. Përkundrazi. Kanë treguar një fytyrë europiane të qytetarëve shqiptarë të cilët dalin aty, kanë bërë protestën më të bukur në 20 vitet e fundit në Europë. Protesta më e bukur. Protesta më e bukur. Protesta një minutë. Protesta më e bukur. Protesta më e bukur në 20 vitet e fundit në Europë është protesta e qytetarëve shqiptarë. 370. Është më e bukur. Më e bukur. Tani. Gandizmi modern i duhet t'i vënë. Tani është protesta më e bukur. E para, e dyta. Qytetarë shqiptarë kanë dalë. Po sepse është më e bukur, nuk do të thotë se jep zgjidhje vendit. Është një moment zgjidhjen e jep politika. Zgjidhjen e jep politika. Zgjidhja politike. Tani, nëse zoti Rama e ka zgjidhjen politike, e ka ai në dorë. Po në këtë studio kam thënë, nuk ka një mekanizëm politik për të detyruar kryeministrin për dhënë dorëheqjen. Ka vetëm një mekanizëm. Shikoj, Tirana ka 840 çfarë referendum është mora man më nderuar avokat. Sa banor ka Tirana? Ka tani edhe një herë. Po tani sa në nivel politik ma kalove te referendumi, po të them prapë. Sot në Shqipëri fal ndryshimeve kushtetuese sepse kaluam nga janë 840 për protesta po flas. Tani referendumi qenë si magjik referendumi. As ka për ta bërë njëri, as ka për ta pyetur njëri. Edhe sot, se ti mendon se është pengesë ligji për referendumin o zotëri? Kam bletër qytetarët nga 50.000 firma, sa ja kam pas, as i ka pyet njëri fare. S'ka qenë kur pengesë. Kur? Tani u të them gjë tjetër. Pardje ishin 20.000 që ishin. Le t'jenë edhe 20.000. Sot në Shqipëri nuk ka një mekanizëm ligjor të detyrosh kryeministrin. Nuk agresiv është emocional zoti Sefa. Po nuk jam as agresiv as një gjë më po. Unë du të them identime dhe kur duhet shprehni identime, mundohem ta shpreh pa më penguar njëri. Po ne që kemi gjithë me imenje, më ne kot pas kemi ardhur këtu. Jo si me imenje. Me imenje që kemi ne, se ti thu që ato janë pro, janë pro Bashkimit Evropian. Me imenje jemi pra. Për ne po të them qetëso. Edhe Parlamenti Evropian tha që nëse nuk zbatohen standardet e Bashkimit Evropian, kush ka qenë programi vjet kur kemi dalë zgjedhje për popullin, po pra po. Di kush ka qenë?